Mirëmëngjes të gjithëve, po fillojmë lajmet e orës 8 në televizionin publik të Kosovës. Një shpërthim ndodhi rreth 30 minuta pas mesnatet të zyrat e reja të postës së Kosovës në Zveçan. Duke konfirmuar rastin, zëvendës drejtori i policisë për ajrin e Mitrovicës Veton Elshani deklaroi se nga shpërthimi nuk ka të lënduar, por vetëm dëme materiale. Njësitë të përkatëse të policisë kanë dalë në vendngjarje dhe janë marrë me rastin. Ecim tutje, ministri në detyrim mbrojtjes Ejup Maqedonci deklaroi në intervistë për mediumin kroate Verçenilist se pas agresionit rus në Ukrainë është rritur ndikimi rus në veri të Kosovës. Këtë deklarat ai e bazoi në informacione të besueshme e ku sipas tij ka prani të inteligjencës ruse në strukturat ilegale. Maqedonci tha se ky ndikim rus është shtuar edhe përmes bashkëpunimit me Serbinë. Gjykata themelore në Prishtinë ende nuk ka marrë vendim për gjykim në mungesë për 42 të akuzuarit për sulm terrorist në Banjsk, ku u vra Reshterja Frimbunjaku. Ndërkaq seanca e shqyrtimit gjyqësor në çështjen penale ndaj 3 të akuzuarve, të cilët gjenden në paraburgim, do të mbahet më 17 prill. Mirëpo, pjesë e këtij gjyqi nuk do të jenë 42 të akuzuarit tjerë për këtë sulm, përfshirë kryekriminalin Milan Radojčić. Në shqyrtim fillestar, prokurori i rastit Naim Abazi kishte kërkuar gjykim në mungesë. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag, sipas kalendarit, sot do të vazhdoj procesi gjyqësor ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Kresniqit. Sot do të vazhdoj dëshmitari i radhës i zyrës së prokurorit të specializuar, kurse këtë javë pritet që të përfundoj lista me emrat e propozuar për intervistim nga organi i akuzës para se me dëshmitarët të fillojë pala mbrojtëse. Edicionin e vazhdojmë me informacione të tjera. Deputeti shqiptar në Parlamentin e Serbisë Shaip Kamberi deklaroi se nuk do të marrë pjesë në konsultat e presidentit Aleksandar Vučić për krijimin e qeverisë. Ai tha se nuk do ta bëjë këtë duke e quajtur si proces të rrejshëm e ku sipas tij shqiptarët në Serbi mbeten pakicë skajshmërisht e diskriminuar në sistemin shtetëror në 13 vitet e fundit. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku, duke reaguar ndaj publikimit në medje të një komunikimi brenda kryesisë së kësaj partie, ku hidhen akuza për keqpërdorim të votave të diasporës, tha se të gjitha këto janë sulme të sinkronizuara ndaj kësaj force politike. Sipas Abdigjikut, këto sulme kanë nisur që nga përfundimi i zgjedhjeve nuk janë as të rastësishme e as të paqëllimshme. Ai tha se LDK-ja po qëndron për veten e nëpërmjet vetes edhe për Republikën, prandaj edhe po sulmohet nga të tjerët. Ditëve të fundit, mediat publikuan diskutimet e brendshme të anëtarëve të kryesisë së LDK-s në aplikacionin Viber. Aty shpalosën hapur akuzat se brenda partisë janë keq përdorur votat e diasporës, madje ish deputeti Arben Gashi këtë e cilëson edhe si skem të organizuar kriminale. RTK bëri përpjekje për të kontaktuar ish deputetë e LDK-s që përmendën në këtë komunikim, por asnjëri nuk është përgjigjur, kurse deri më tani nuk ka pasur reagime nga figurat të tjera të kësaj partie. Ministrja në detyrë e drejtësisë Arbulena Haxhiu kërkoi nga prokuroria të marrë masa të menjëhershme dhe të nisë hetimet. Dje ishte afati i fundit për deklarimin e pasurisë nga zyrtarët publik në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit. Sipas drejtorit të këtij institucioni Yll Buleshkaj, për zyrtarët të cilët i vonojnë apo nuk i deklarojnë pasuritë, do të ketë gjoba dhe masa të tjera të paracaktuara me ligj. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e parë të lajmeve. Faleminderit që na ndoqët, miru takofshim.